mund ta them kështu për avokatët, janë disa përgjime. Zoti Velia është përgjuar në ambientet e paraburgimit të Durrësit. Siç e dim, në datën 12 shkurt, 2 ditë pas arrestimit, pra pas ekzekutimit të masës marrë në mungesë të tij, atij është komunikuar masa e sigurisë arrest në burg dhe të nesërmen, pra natën e parë ka qëndruar në datë 12 në mbrëmje ka qëndruar në qelitë e izolimit në Tiranë, pra tek bloku i sigurisë, dhe në datën 13 shkurt të nesërmen, sipas urdhrit të ekzekutimit të prokurorit dhe vendosjes caktimit të qelisë nga ana e drejtorisë përgjithshme të burgjeve, zoti Velia është transferuar në paraburgimin e Durrësit. Dhe në paraburgimin e Durrësit është përgjuar, pra janë bërë përgjime ambientale të autorizuara nga prokurori dhe të miratuara nga gjykata, ku zoti Veliaj mendohet që sipas të dhënave paraprake është përgjuar jo vetëm me vllajin, por edhe me persona të tjerë, dhe këto sipas prokurorisë kanë qenë tentativa të zotit Veliaj për të intimiduar hetuesit, por edhe prokurorët e posaçëm dhe njerëzit e drejtësisë. Mënyra dhe forma se si arsyetojnë prokurorët, patjetër që është një çështje shumë diskrete dhe duhet të siguroj të dhëna për ta sqaruar më gjatë këtë çështje, por fakti që janë përgjime të autorizuara dhe që sipas prokurorëve janë shoqëruar, gjithmonë sipas prokurorisë, janë shoqëruar me veprime konkrete, pra direktiva që ka dhënë zoti Velia ose porositë që ka dhënë zoti Veliaj për persona të tretë janë zbatuar pikë për pikë, sipas prokurorëve të posaçëm tregojnë faktin që zoti Veliaj ka tentuar, pra ka një personalitet të tillë që mund të tentojë të ushtrojë ndikim apo presion ndaj dëshmitarëve dhe po ashtu të ndikojë në pavarësinë e tyre apo në vullnetin e tyre. Dhe në këtë aspekt, prokurorët kanë pretenduar në sallën e gjyqit që zoti Veliaj mund të intimidojë jo vetëm dëshmitarët, por edhe të vërë në rrezik marrjen e provës. Këto kanë qenë të gjitha pretendimet e prokurorisë. Ju thash edhe ato çfarë kanë deklaruar avokatët, por në lidhje me provat e reja, do duhet presim seancën ditën e nesërme për të parë se çfarë qëndrimi do të mbajnë avokatët, nëse do t'i konsiderojnë si të ligjshme, nëse do të kërkojnë pavlefshmërinë e tyre, nëse mund të pretendojnë që janë prova që duhet të adresohen ndaj Ajola Xhoxhës, pra bashkëshortes të sekretarit të bashkisë, apo të mos merren në konsiderat fare, pra unë nuk jam në gjendje të them se çfarë strategji do të mbaj, do të ngrej ose do të ndërtoj mbrojtja nesër, sepse është një çështje që është në vijim e sipër. Nesër pritet të flas, në mos gaboj zoti Veliaj, të dëgjohet edhe zoti Veliaj. Vetëm një fjali nëse më lejon, pritet të ishte një seancë e tensionuar, por duke qenë se vetë zoti Veliaj nuk ka folur akoma, pra duke qenë se ju tregova radhën ose mënyra se si u zhvilluar seanca, të paktën në këtë seancë, edhe pse të gjatë të ditës së sotme, maraton duhet thënë, nuk ka patur tension përveç se debateve juridike që janë më se normale në një seancë gjyqësore. Do duhet të presim vetë zotin Veliaj që të flasë ditën e nesërme për të parë nëse do ketë të njëjta debate apo konflikte siç ka patur në seancën e mëparshme, të paktën me njërin nga dy prokurorët e posaçëm siç ishte Olz Dato. Debatet të radhë kanë qenë mes avokatëve apo edhe mes personave të cilët janë në masë sigurie? Jo, kanë qenë mes avokatëve dhe sepse vetëm zoti Velia dhe Elman Abule kanë qenë të pranishëm, të tjerët dyshuarit e tjerë janë përfaqësuar vetëm nga avokatët, kështu që nuk ka patur, debati ka qenë tërësisht juridik dhe një debat siç realisht duhet të ndodhë në sallën e gjyqit. Pra nuk ka patur si herën e parë që zoti Veliaj dhe prokurorët kanë patur një përplasje frontale me njëri tjetrin, madje disa pjesë të audios u bën edhe publike. Pra kjo nuk ka ndodhur ditën e sotme. Nesër pra në seancën që pritet të rifillojë, pastaj duhet parë se çfarë qëndrimi do të mbajë zoti Veliaj, parë edhe në këndvështrimin e këtyre provave të reja që prokurorët pretendojnë se kanë në duar. Zonja Çela, di më shumë për provat, se pyetja e madhe tani janë çfarë janë këto prova dhe pse ka patur nevojë për provat